Vllaznia në basketboll për meshkuj ka shpëtuar sezonin duke u kualifikuar në fazën play-off, ku Qiblut e Kusht mori një fitore të thellë nga Apollonis me rezultatin 98-75, duke kaluar me tej. Për trajnerin Enel Llazani, ky ishte qëllimi i këtij sezoni, edhe pse kishin vështirësi të mëdha. Ky ka qenë qëllimi jonë që në fillim që se u afrova te Vllaznia që të dalim në katërshe. Domethënë kemi pas vështirësi të mëdha, edhe sot ishim me shumë mungesa. Megjithatë djemtë kishin një dëshirë shumë të madhe sot për të përplas, për të tregu që gara jonë nuk marrën sot, po do vazhdojnë edhe në play-off. Djemtë janë gjithmonë qëllimi jonë. Besoj që edhe në vazhdim Vllaznia do i kushtojnë shumë vëmendje djemve të ri. Beslidhja është ekipi më i mirë në kampionat, padyshim. I investuam shumë mirë, i drejtuam shumë mirë. Mirë po, ne do hymë fushë barabartë dhe do bëjmë maksimumin tonë, që t'japim, dhurojmë meshjet bukura Shkodrës edhe pse jo edhe me fitu. Në fazën play-off, Vllaznia do përballet me Beslidhen e Lezhës që e mbylli në vend të parë.